Evo ja ću da podsjetim samo da Kishim një situatë që 20, më në fakt pak më shumë 20 media që raportojnë në gjuhën serbe. Në listë të tërë janë refuzuar në akreditim për të përcjell ditën zgjedhore dhe të gjitha aktivitetet pas zgjedhore. Kjo ka qenë një situatë ku absolutisht të gjitha shoqatat mediale janë dakorduar që fjala bëj për një veprim skandaloz të KQZ-s. Kishim situatë ku gazetarët janë ankuar panelit për ankesa dhe parashtresa dhe kishim situatën që këto ankesa në fakt nuk kanë ardhur fare në momentin e miratimit sepse KQZ-ja në zhvillim e sipër ka ndryshuar vendimin dhe ka vendosur që të akreditoj të gjitha mediat përveç një mediumi. Deri në ditën e sotme nuk dihet pse nuk është akredituar ky medium i vetëm, duke marrë parasysh se edhe ankesa në panel ishte miratuar. KQZ-ja nuk ka marrë vendim që t'ja akreditoj ata madje as pas 72 orësh sa ka qenë afati. Tako da imamo... Më pyet për presionet gjithsesi se kishte gjatë procesit zgjedhor, kjo ndodh për herë ka tentime në fakt që të ndikohet në media. Unë personalisht isha dëshmitare në terren gjatë një aktivitetit, një nga subjektet politike që ishte kandiduar për kryetar komunën e Mitrovicës së Veriut, ku krejt hap tazi antari asaj partije politike me të vërtet ishte munduar në mënyrën më të drejtë për drejtë të ushtroj presion ndaj një gazetareje nga Mitrovica e Veriut. Kjo ka qenë një situatë jo reale ku me të vërtet madje në një moment ndodhi që ai edhe ja imponon pyetjet, edhe ka përdore, insiston që të ndezën kamerat përsëri, që ajo t'ja prashë pyetjet që dëshiron ai të tjera të tjera. Në komoditetin e shtëpive tona i ndjekim edhe i marrim të gjitha informatat gjatë fushatave përderisa gazetarët e redaktorët e përfaqësuesit e mediave vrapojnë tërë ditën pa pushim gjatë një muaji fushatës zgjedhore për të na mbajtur sa më mirë të informuar. Kjo është ajo si fillim. Sa i përket ndryshimeve ligjore, domethënë ju e dini se ligji për zgjedhjet është ndryshuar gjatë vitit 2023, Komisioni i Pavarur për Media si organi rregullues i cili i licencon edhe i mbikëqyr mediat audiovizive, radiot dhe televizionet, e ka ndryshuar rregullore për kitazi me këtë ligj. Pas asaj çka pashune përveç ankesave që ka pas një 15 ankesa, Komisioni i Pavarur për Media gjatë kohës 5 prej tyre nga PZAP dhe të tjerat nga publiku apo individ të ndryshëm. Por asnjë nga televizionet qendrore nga Prishtina nuk ka përcjell fushatën në Dragash. Nuk e di nëse dikush këtu nga zotërinjt gazetar ka një pasqyrë ose madje një fotografi nga Dragashi si është zhvilluar fushata. Është dashur pak më shumë hapësirë të jepë edhe popullit, votuesve, sepse aty kishte çka për tu parë në këtë fushatë.